Pak e sjana. Sa herë ti këtu në villë, sa shumë herë këtu në villë, ke qenë shumë e stresuar, e ngarkuar, nuk e pasur motivim dhe ke dashur patjetër diçka që të rikthejë energjinë. Shumë herë, po ti siç e di dhe ti dhe të gjithë publiku, unë jam energjia vetë dhe nuk mjafton asgjë për mua sepse unë kam pozitivitetin në shpirt, por ndodh ndonjëherë që ndodh, ose halli jemi. Dhe ne jemi frymëzuar drejt për drejt nga Azia dhe kemi sjell ato që murgjit kanë përdorur për të kthyer relaksin, motivimin dhe energjinë. Sot do provojmë matchat. Do thoni ju çfarë? Ladies and gentlemen. Unë me thënë drejtë jam përdoruese e rregullt e kafes, do me thënë një herë, 2 herë në ditë duhet të pi patjetër kafe që të kemi energji dhe të flas shumë, se këtu në vit duhet të veprosh dhe të flasësh shumë. Po tani kam filluar pi edhe matcha ndonjëherë. Unë nuk e pi kafe sepse dridhem si shtu tensioni, por pi matchën që ta zëvendësoj dhe më ka bërë shumë mirë për zotin. Ne i kemi marrë këto të katërta nga vendet më të famshme ku blihen matchat. Këtu në Tiranë. E vërtet. E para është tek Komuna e Parisit. E dyta është tek duket se drejtoria e policisë, po. E treta është Sheshi Wilson. Dhe katërta tek Diga të Liçeni. Ka 2 lloje, culinary grade dhe ceremonial grade. Culinary grade përdoret më shumë në kuzhinë, pra që janë këto recetat ushqimore, ndërsa ceremonial grade është kjo që ju kemi serviruar ne në formë plumëri. Dhe që pihet. Është më praktike, në fakt se gjithë influencerat i ke parë ato në TikTok, I wanna go to gym with my matcha. Matcha. Dhe ka një gjë që e dallon matchan e mirë me aq informacione sa di unë, është shija që nuk duhet të jetë shumë e ëmbël, po as shumë e hidhur, dhe gjithashtu ngjyra, duket një matcha e mirë që nga ngjyra që ka. Duhet të jetë pak e errët. Provojmë një herë këtë të komunës? Okej. Është shumë e hollë, është pluhuri i shpërbër, pra nuk është me kokriza, dhe kjo është gjë e mirë. Është e mirë. Po, është e mirë. Ngjyra nuk është as shumë e hapur, as shumë e errët, është diçku mikse. Provoj? Kjo është vendi që unë marr më shpesh matcha dhe njoha direkt se e kuptova shijen. Po, mua më pëlqen shumë kjo, nuk e di. Ka një shije shumë identifikuese të matchës. Ta përpaku? Shumë e mirë. Më pëlqen për zotin. Jo, kjo që ka shumë e mirë. Realisht. Pluhuri është shumë i imët si shtadema dhe nuk lë shijet të hidhur në gojë, pra nuk ke nevojë fare që të shtosh sheqer dhe për mua kjo është fiks që mund ta asocioj me kafe. Unë nga nota 1 deri në 10 do t'i jap notën 9. 9. Po. Nuk e dash 10, po jap 9 që mos ti rritet. Po unë si një besnike shumë e madhe e kafes do t'i jap notën 8. Super. Ja maksimumin tim. Me zë po presë të tjetrën. Këtë tjetrën ku e kemi marrë te drejtoria e policisë. Po. Tani kemi dëgjuar që kjo është një nga më të preferuarat në Tiranë dhe një nga më të shiturat. Nuk e di se vërtet është do ta provojmë, unë këtu nuk kam provuar ndonjëherë, po shohim. Është pak më shumë e hidhur. Ka dhe pak shije agresive. Është pak si shumë e hidhur. Edhe është të lë shije kështu si bar. E ka shijen e gjelbërt më të seksuar se ç'duhet. Është pak si e hidhur. Por ama dua të theksoj që ndryshe nga ajo tjetra, kjo ka ngjyrë më të seksuar, pra ka të përbërjen, më të trash. Po ta provoj pak të pluhurin. Nuk ka kokriza. Jo, nuk ka. Është shumë e njëtrajtshme. Po. Unë mendoj t'i jap notën 7. Ti? 7. Okej. Ta bëjmë mirë. Kjo ka rënë fare në poshtë. Unë se marr vesh, kjo është ka rënë komplet poshtë. Të e kemi marrë te Sheshi Wilson. As nuk kam provuar dhe nuk është se kam dëgjuar ndonjë review shumë të mirë, po shohim. Diçka tjetër nuk ishte aku kjo. Dje shumë shije qumshti. Realisht. Prit. Ndje dhe matcha, po ndje shumë shije qumshti. Dhe shifi kokrizat që duken, nuk e dija duken nga kamera. Në shije po ta vësh, domethënë ta vësh re, nuk e dija e vure në nuhatje. Ka dhe një aromë, përveç aromës ka dhe pak kokriza të vogla. Ja, duken këtu që po. Ka kokriza. Domethënë ndryshe nga ato tjera që ishin të njëtrajtshme.
Unë do t'jap notën 5. 2. Okej. U bëra e mirë, se thash me që... Okej, tani këtë e kemi marrë te diga. Nga ngjyra duket premtuese, po të shohim. Ka ngjyrën më të errët fakt nga gjitha këto. Mos të gënjehemi nga kopertina, e shohim deri në fund. Mos e gjykoni librin nga kopertina. Mos e gjykoni librin nga kopertina. Ndoshta ka përmbajtje. Është shumë ëmbël. Provoj pak. Është shumë ëmbël. Duhet të pi çaj jeshil. Shumë e ëmbël. Më duket sikur po pi Fjallë vërtet. sikur po pi limonat. No, është fiks kur po pi çaj jeshil që gjetë sheqer. No. Do t'jap një notë 3, sepse nuk ka fare lidhje me matchën. 3, 2. Pra, këto ishin më të mirat, ë? Po, unë mendoj se kjo mban vendin e parë për shije shumë të mirë, biles këtë dua ta marr unë. A jam e lumtur me matchat time. Okej, unë po marr këta. Ishin pothuajse njësoj. Dhe do ikim në pilates ose në palestër pas matches dhe pas punës.